Kisha e Shën Dimitri në fshatin Senicë të Delvinës po i nënshtrohet rehabilitimit pas djegjes verën e kaluar. Kjo mundësohet fal mbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore e qendrore nga deputetët të zonës së bashku me shoqatën Beslidhja e Vëllazërisë Seniciote. Këto ditë në kishën më shumë se 200 vjeçare të fshatit Senicë në bashkinë e Delvinës kanë nisur puna për rehabilitimin e saj pas djegjes në korrikun e vitit të kaluar. Në kujdesin e kryetarit të fshatit Llambinika është mundësuar sigurimi i bazës materiale të nevojshme për ingritjen e saj, e cila ka nisur nga çatje djegur tërësisht. Të falenderoj veçanërisht atë Johanin për kontributin dhe për kushtimin që ka dhënë dhe atë Nathanaelin që çdo ditë dhe çdo çast është interesuar që kisha të vinë eficiencë të plot dhe shpresojmë që të bëhet mesha sa më shpejt me hedhjen e çatis. Brenda qershorit do të organizojmë një mesh që do të vinë gjithë klerikët dhe këtu do të bëhet një fest si gjithmonë në traditën që ka pas Senica dhe Seniciot. Rehabilitimi i kishës së Shën Dimitrit në Senicë mundësohet fal mbështetjes së dhënë nga disa institucione të qeverisjes vendore e qendrore, nga deputetë të zonës e miq të mëdhenj të sinqertë të Senicës, ku rol të veçantë kanë Dimitër Toli, kryetari i Bashkisë Tropull dhe inxhinier Leonida Papa, hartuesi i projektit të rehabilitimit dhe ndjekës i tij me përgjegjësi e dashuri për Senicën e Seniciotët.